Wake up to reality. Nothing ever goes as planned. That is a cursed world. Përshëndetje që të gjithë dhe mirë se na keni ardhur në këtë super episod që unë me zorë e kom prit, e nëpse s'na hapet zinxhiri, nuk e di çka ka, punë më dhe fort. Që përshëndetje që të gjithëve ka unë Arlini here. Edhe ju tjerët si prezantohen e abra. Përshëndetje. I përgatis djali, i përgatis. U mutaturi da. Atë son çaçuni, ja. Po mi më hiqja të shohim surratin e drejtë. Okej. S'po dinim se kush ishte. Po, Lena se u morën vesh. Përshëndetje edhe herë gjithë e jeni tërbu fare me këtë anime në fundit sa pas keni pas qef këtë Attack on Titan. Kur flet ti gabim o plako do tërbohemi që të gjithë familjarisht ako. Po kur flet gabim aty e krahaso atë anime me këtë anime, me këtë anime. Po flasim se nuk e dim këto çfarë. Për kë po flasim? Nuk është obviously e qartë, ha? Kena për të folale për Naruto. Kena dhe super të ftuar sot, është një koreograf, është një artist, një balerin, është gjithçka bors, dakor? Është ene shoku i më i ngushtë në gjithë jetën time dhe ai që ma ka horë shpirtin për këtë anime, pra ne e kena ftu se është shpirti i kundërshtimit, Stini Cace. Po ku jemi? Për prezantim. Thank you, faleminderit shumë për ftesën. Mezi po e prisja në fakt edhe ti e di shumë mirë që do ta haja shpirtin po mos më ftoje mua për Naruto, kështu që s'kam këftoj tjetër. Normal, bravo, e di shumë mirë se kush duhet ishte. Unë jam po gati për debat, se di, jeni gati ju, po unë jam po gati për të folur. Unë e kam pref që para javë këtë muhabet lele. Për qenë pak më mirë se ardhës, edhe unë e bona për smari dhe erdha me ca dhurata të vogla që mos më thoni pastaj ama ky Stini na erdhi kështu. Erdha me ca dhurata të vogla, thashë. Sjellje. Wasta ka ndodhur ndonjëherë kjo jemi live. Figurin shumë të bukur. Kjo është për njërin. Prit. Kemi edhe i tjetër për tjetrin. The professor. Ja, pa edhe Klean se kam harruar. I kam sjell gjë më të bukur. I ka sjell mau gjë të bukur. Që baba. Xhelozuan baba, xhelozuan. Pastaj edhe veten nuk e kam harruar. Inshallah. Për veten kam mretin. Vjen keq, nuk mund ta di jam. Ti kolegi dashur këdo. Naruto, un po maj the professor. Boni çfarë doni me ato. Që baba, jam gati për luftë. Që mirë. Arlin Cavi. Je dakord? Okej, Stini Cace. Jena përgatis edhe ne sot. Ska marr gjitha. Jeni përgatis. Po, jeni me debatin sot se të theri. Do t'ja themi të gjithë shikuesve këtë në përjashtim nga shumë episode tjera që kena bë deri më tash, dakord? Ky episod është pak më i gjatë, pra nuk jeni një orë siç jeni mësuar ta shohim deri më tash, sot jena një orë e gjysmë të fuqishëm debat, edhe kush del gjallë nga kjo ka i drejt pastaj. Sigurisht do ishte një orë gjysmë se e pëlqen ky Naruto, na kupton, për ne të tjerët çfarë? E meriton. Se pëlqen Naruto, Naruto, jo vetëm që e pëlqej, po kisha hongër tani, a kupton? Pikërisht pra. S'po themun, po që Forgume. E preferumja ime ti e di se kush është, a kupton? Domethënë për fëmijërinë e dim që kemi nisur me Naruton, i japim respekt. Po që One Piece ka kaluar fucked. Çka ka kaluar One Piece më lale, hajde të shohim rrugën. Por duhet ta themi që rivaliteti që kanë pasur të dy autorët, si Oda me Kishimoto në autorin e Narutos, është një rivalitet shumë i shëndetshëm që i ka bërë mirë të dy. Unë di që ata janë miq, a kupton, domethënë kanë bërë edhe vizatim. Janë shumë miq dhe madje i kanë bërë, domethënë respekt, kanë treguar respekt njëri tjetrit, po, qoftë Eiji Oda kur Naruto përfundoi seritë e veta në 2017-ën, por edhe Kishimoto që e bëri nuk e mbaj mend se për cilën pjesë të One Piece-it, por e ka bërë simbolin e piratëve te
Te ato statujat e mbajmën. Te kokat që bëhen aty për të gjithë Hokage. E kupton, duhet jena miqësor vlla. Pas ka se ti je çiksi hater e kam thënë herën e kaluar. Unë jam brutal. Ti të vjen një nata kupton. Unë jam brutal. Është një konkurrencë shumë e shëndetshme. Një armiqësi e shëndetshme midis dyre këty kokave të mëdha që kanë kryer këto. Patjetër. Me thënë drejtën ka qenë konkurrencë, tani nuk ka më konkurrencë. O lale, Robi One Piece në nivel tjetër. O Stino më korrigjoj vlla, Robi kur është në maj duhet thjesht të riqet vlla se pastaj fillon rënja. Një lloj si One Piece tash mo vlla, dolën. Po çaj jo tash sekond, no plak, nuk ka rënja. Nuk ka rënja. Tani vetëm po ngrihet One Piece, po le të flasim çik për Naruton. Naruto të kishte mbaruar fiks te martesa. Ja kisha put durt. Sheça desën me Boruton Naruto aty ka mbaru. Po pra. Boruto Naruto The Next Generation. Po pra. Po ti ashtu do ishte varres fare. Pikërisht pra. Unë ajo përfshihet Naruto. Ajo përfshihet Naruto. As Naruto aty. Naruto është side karakter aty valla. Side karakter. Dy bloqe ka ai tamam, domethënë Byron Modin edhe haq. Po është merrnin Kuramën ata që të dilte çik i dobët ai. U bodi me si quhesh ajo fuqia e fundit? Byron Mode, kuptotit. I ka bërë. Ja po Luffy. Byron Mode në lutem. Okej, ajo ishte vetëm gjë në Boruto që pëlqeu, mos me drejt. Mos ja fut kod valla, pse më fal. Tashi Luffy kanë nxjerr këtë Sangadin, kanë 2000 episode. Pe ikë se na lodh. Jo, është ja futë kod, po ti po çese do ta ndjekësh të gjithë historinë, e kupton pse është aq fantastike ajo. Dhe nuk është Sangad. S'është Sangadnika, Gear 5 nuk është Sangadnika. Pa i ka tash na tregon. Gjithsesi ne jena këtu për Naruton lale e në për gjithë gjonat e bukura që na ka përcjell ajo. Okej, Stino, për gjithë shikuesit tash. Ty gjatë njohin je i famshëm vëlla. Kupton? Kam pa në për videoklipe. Kupton? Je një profesor. Domethënë kërcimi që i jep leksione të The Beat Killer që çunat i përshëndesim fort. I përshëndesim Arbiolin dhe Ermalin dhe profesor Stinin këtu. Profesor Kur ka kalamoj për t'i çon kurse, çe ku e keni? Ashtu. Stino, si ka nis tash rrugtimi joti çik me animet ose më sakt me Naruton kryesisht? Për sa i përket animeve besoj jemi të gjithë dakord që për gjithë ne të paktën e fëmijët shqiptarë dhe brezion ka nisë me Dragon Ballin. Duhet të jemi shumë realistë dhe besoj këtë e thonë që të gjithë. Pastaj Naruto ka qenë normalisht dashuria e dytë derisa fillon kalon e para normalisht. Naruto mund ta kem parë mbi 3-4 herë, edhe hera fundi ka qenë një moshë madhore, diku ke 20 vjeç mos ka bëj diçka të tillë. 20 vjeç. Pra për ta nisë, si më thon, nga e para deri në fund, edhe kjo me fel shikimi për herë të fundit ka qenë tamam pjesa kur unë realisht jam dashuruar dhe kam thënë si kjo s'ka tjetër. Nuk ka tjetër. Edhe për të qenë shumë i sinqert, ndonjëherë kur filloj të shoh ndonjë anime tjetër, paktën në fillim përpara kam pasi çik vështirë se thoja S'është Naruto. Gjit ose bëja këtë krahasimin, e ke parasysh, edhe pse mendoj që gjithmonë duke pa animet nuk është e nevojshme të bësh krahasime, po thjesht shiko atë që ke për të pa dhe mos bëj krahasime, vetëm vlerësoje çfarë. Pra mos u bë si Arlini, po. Mos u bë si Arlini. Aga mund të ikë lale se. Ore foli shumë mirë, e pse si tha, kupton? Mos bëni krahasime. Ora e rreci drejtë se para 6 muaj që ka pa me mua. E herë. Kupton? Ishim të debatu kush ishte. Ja, ndryshe se ato janë klipe që ne i shohim kur bëjmë debate me një tjetrin edhe nuk quhen klip ato që shohim nga 6 orë në lele. Nuk quhet 3 minuta. Një gjë është e vdekme që Arlini kur fle gjumë, do me thënë në krevat, ka një nga të astishet e Hinatës ose të Tsunadës. Tashi, po një Hinatës i ka Tsunadës. Atë do thua edhe unë. Ose të Itachit. Mos i ngatro. O lale, ju jeni mos mirënjohës lale. Mos t'ishte Naruto, as Shadow Clones do ishte këtu lale. Na tregoni kodit tash. Do kishte Shadow Clone më lale. Nuk do quhesh Shadow Clone, mund quhesh në një gjë tjetër. Po, Clone Shadow. Në një gjë tjetër, çfarë gjë tjetër? Po pra, kupto Sangadnika. Mirë se erdhën në podcastin Gear 5. Ore, si të erdhi ideja për Shadow Clone 2, se po të pyesim ty tash. Ka qenë, nuk e di vlla. Ka qenë duke provu gjustum kishte. Isha në banjë, tu u shtrëngu. Dhe nuk dilte për çamë. Experiencë që gjithë kanë kaluar. Get out of me. Get out of me thot. Dhe thash, kupton përdesa nuk po bëjmë dot klonet, bëjmë një podcast. Opa doli ideja. Kjo është ideja Shadow Clone-it, tualet. Ideja doli në tualet, doli ideja kur shtrëngova. Pastaj u përpunu në rrugës. U përpunu.
Ideja apo? Ja, e ka qenë shumë e çuditshme, nuk e di asnjëherë, asnjë emër tjetër nuk më shkote mend, as nuk më shkote për shtat. Sa kjo. Fare. Domethënë ka qenë si do ja vesh emrin 2 minuta mund të jem menu Shadow Clone lele. Kaq. Është edhe pak vetjake, se normalisht çdo njeri ka ato preferencat e veta, kështu që në bazë të preferencave normalisht vijnë edhe idetë edhe gjëra që ty të shkojnë ty për shtat, normale. Pastaj mund pëlqej flyer hygiene po. Si ja vesha dot flyer hygiene se burë Rasengan apo. Ja. Ledhesh. A nuk ka qenë eksperiencë çdo lloj çuni, domethënë që di unë se mbas edhe për gocat që ta provon një Rasenganit ta bënte. Pse se ke provuar si erdhi? Unë po këtë po them pra që kena provuar që të gjithë. Po çfarë thoma vëlla ne kur shkojmë në banjë bënin durt me sapu. Po, e bojë Rasenganit direkt. E vërtetë është. Okej, sino. Një kështu kurreshtje tjetër mshuj. Kë ke kështu personazh të preferuar? Po, besoj ishte më se e qartë. Të zogun tu. Këtë shpirtin e vogël. Ky është tamam një dashuri dhe është një nga personazhet që realisht më ka inspiruar shumë, një personazh shumë misterioz, një personazh që të gjithë e kemi urryer në fillim. Dhe në episodin e caktuar pastaj thjesht kemi ngelur me gojë hapur dhe jam i sigurt që të gjithëve na është hap zemra dhe kemi qajt edhe kemi vujt. Kemi qenë të gjithë me atë shprehje, njëta ime pas ka qenë një gënjeshtër. Dëgjoj. Po thjesht ideja është që për shembull moralet dhe etika që ndjek ky personazh janë pothuajse të paarritshme në botën e sotme dhe janë pothuajse të paarritshme nga njerëzit e sotëm. Pra, nuk mendoj që një person paktën e këtu ose dhe shumë të tjerë mund ta gjejnë veten te Itachi dhe ke sakrificat që ka bërë ai se janë pothuajse të pamundura të arrish në ato moralitete dhe të bësh ato zgjedhje që ka bërë ky. Domethënë të vrasësh familjen tënde gjakun tat për të rujt për patriotizmin. Unë jam shumë dakord me këtë gjë, por me thënë drejtën, këtë që ka bërë ai është po pra, shkatroi gjithë fshatin e vet. Këtu do dalun pra që ai domethënë ti nuk arrin ta bësh dot atë gjë. Askush nuk arrin ta bëjë atë gjë, prandaj e bën kjo gjë të e bën të veçantë. Më kupton? Pra atë punë e bën hero. Nga villën. Un kam një pyetje. Domethënë e tham që Itachi vrau të gjithë fisin Uchiha vetëm për të ndaluar luftën e 4 të ninjave. Por a mendon se mund të kishte një rrugëzidhje tjetër, një mënyrë tjetër Itachi për ta ndaluar këtë luftë dhe të shkonte në genocid, domethënë vrasje masive? Ndoshta Itachi jo mendoj unë, po periudha ku ka jetuar ai që nuk ka qenë për shembull Naruto. Ndoshta po, sepse Naruto ka pasur diçka shumë bukur dhe këtu doja dilja edhe çfarë që një personazh që unë ndjej veten shumë edhe dashuroj normalisht që është Naruto, edhe e ndjej sepse I relate to him, më kupton? Pra I relate to në gjërat që ai mendon, në moralet që ai ka, në drejtësitë që ai ndjen dhe në padrejtësitë që ai i ndjen, unë prandaj kam një tatuazh këtu. Sa do thoja? Që sa të po kam në tatuazh në ky është momenti pas luftës, domethënë kur është i sakatuar dhe prapë është duke qeshur. Një nga personazhet më pozitiv dhe ne kemi nevojë për njerëz pozitiv si puna e Narutos që të arrijnë të gjejnë zgjidhje të tilla. Do thoya nëse Naruto për shembull do ishte Hokage në atë periudhë, nuk do kishte ndodhur kjo. Ndoshta është. Ka fajin ai Danzo më burr, ai Danzo. Sa do ta thoja? Itachi mund një sekond, Itachi mund mos ta ndalonte, por Shisui do ta bënte, sepse ai ishte më i fortë në Genjutsu me Koto Amatsukamen, pra ishte Genjutsu më i fortë, po të mos kishte hyj ai se nuk domethënë mos e gjet sa rrug, mos e gjet sa rrug. Po pra do të gjesh barreza. Gjesh atë të Genjutsu. Do arrish prapë në një Genjutsu që është diçka e pavërtetë, më kupton? Po të paktën do eliminohej diçka derisa të qetësoheshin gjakrat. Domethënë do ka supozime që ne mund të themi shumë supozime, po një gjë që kam parë që më bëri, nuk di, më preku shumë ishte se po mendoja, okay, Itachi vrau të gjithë, po me sa dim në Itachi kishte edhe një vajzë aty që kishte një lloj marrëdhënie. E di si përfundoi ajo. Po, dhe këtu dhe atë dilja që përdorin fuqinë domethënë të Sharinganit për ta bërë atë që të shikonte një iluzion sikur jeton të gjithë jetën e saj, që bie në dashuri me Itachin, martohen, kanë fëmijë dhe ajo vdes pastaj në moshën 80 vjeç. Po mirë. Dhe aty të pyes ty unë për të pasur sa fan se e përgatit me je. Sa persona nuk vrau Itachi? Sa persona nuk vrau? Nga fisi Uchiha po flas. Pum. 2. Kush ishte? I vllai Sasuke edhe shoku i tij ngushtë që vrau veten. Jo.
That's why I love it. Jo. Kë nuk vrau. Pyetja ishte kë nuk vrau. Po. Nuk e vrau shokun e tij të ngushtë, nuk e mbaj mend emrin. Shisuin pra. Shisuin, nuk e vrau Shisuin. Po Shisuin vrau vetë. Po mirë fal, të dashurën pra vajzën që kishte. Ajo atë e vrau. Kush e vrau Obito moj. E vrau Obito, nuk e ma mend të skena që del nga stacioni policisë ai Obito masi ka vrarë gjithë stacionin e policisë dhe del aty që i gjun me kunaj kjo, se s'po vjen emri tash. Vajza që do Itachi. Po nëse ideja është që e lejoj. Ajo e thret Itachi mbiles. Ideja është që e lejoj të vdiste. Unë do thoja, nuk kam fan se Naruto, unë kam fan se One Piece. Dy për Sasuken dhe për Obiton, sepse ai e dinte ekzistencën e Obitos. Itachi e dinte ekzistencën e Obitos. Madje ata kishin fol apo jo? Po, madje ata kishin folur dhe kishin bërë këtë organizimin së bashku, se ishte Obito ai që e ndihmoi të vriste gjithë patjetër. Kështu që prandaj më them që prandaj thash dy edhe unë që Sasuken dhe Obiton. E di pse e pyet aty se ne sa e folëm, më kupton, sa po ishte muhabeti tek ajo goca, se s'po vjen emri tash. Do me na kap kështu ti, pa. Se çka kujto ti? Le të them një gjë ti preferumi. Urdhëro. Nëse është gjëja që mua pëlqen më shumë te Naruto, është krahasimi që i bëjnë Narutos dhe Sasukes në historikun e tyre gjatë jetës. Do me thënë është treguar një pjesë aty në pjesën e Sasukes dhe Narutos që sa më shumë rritej Naruto, aq më shumë shtoheshin miqt. Sa Sasuke sa më shumë rritej, aq më shumë vetëm ishte, kupton? Kjo është një lloj referencë kaq e bukur, kjo më kënaq, këtë mund ta them po. Ajo ndodh pastaj sepse është pjesa e kësaj që gjithë secili merr vendimin jetë dhe ndjek atë pethin e vet, pra atë Naruto ka pasur një super karakter, këtë ja, pa kupton karakterin e Narutos ka qenë duhet që i vogël deri më. Duhet kuptoni diçka, kam pasi debat, më duket me ty e kam pasur, nuk e mbaj mend me kë nga çunat e kemi pas ndoshta, që thoshin Naruto ka pas ajo që thoja unë ishte Naruto ka pas më thjesht se Sasuke. Dhe arsyeja pse Sasuke ja përfundoi në rrugën e keqe ishte për faktin se o vlla i pa vet ata aty, duke ja vrarë. Don gjithë farefisin, familjen, për më tepër i vllai. Pra trauma që pëson Sasuke është shumë e madhe se Naruto që thjesht nuk i njoh kur. Ka një problem në këtë teorinë që thotë se është e vërtetë që pëson një traumë shumë të madhe, po te Naruto kemi edhe personazhe të tjerë që lindën vetëm edhe u bullizuan gjithë jetës si Naruto, por nuk morën rrugën e Narutos. Pra, ideja është që Naruto vërtet nuk e pak të traumë, por gjithë jetën e tij është bullizuar dhe tani llogarit një fëmijë të vogël që do të luajë me të tjerë, edhe të gjithë i largohen sepse e dinë që gjithë ka pas dhe Kuramën në bark ai që urreshte. Po ai nuk e dinte këtë gjë. Po, më kupton? Dhe ti, domethënë ti po bullizohesh për diçka që ti nuk e di. Dhe kemi shumë personazhe te Naruto, siç ishte Gaara, që kanë arritur të marrin një drejtim tjetër. Dhe i jap se ndodh. Ta mbaroj ta them unë. Unë dua të them që është e gjitha çështja e zgjedhjes dhe këtë na ka treguar Naruto, që çdo gjë bëhet në bazë të zgjedhjeve. Normalisht që jeta se si të qëllon, por kanë të bëjnë shumë edhe zgjedhjet që ti bën. Dhe ne na kanë treguar, nëse ti do zgjedhësh të vazhdosh të urresh, ti do përfundosh si Sasuke vetëm. Nëse ti do zgjedhësh të falësh, të mbyllësh një sy, të dashurosh, të jesh pozitiv etj, ti do përfundosh si Naruto. Prandaj them unë që është tamam the whole life, është gjithë jeta, prandaj vetëm mesazhe ka në çdo episod. Ka geta de bajo. Po. Po ja të them më fal. Jo, s'ka. Sot e kam unë fjalën. Pikërisht, pra më lër fjalën, ma lër ta them dhe këtë, se edhe në serinë e fundit, bosam ka caru në atë serinë e fundit, po vitet ta mbysja. Jemi transmetim. Transmetim live. Jemi transmetim. Duke bërë muhabet kafe. 5. Edhe në serinë e fundit që Arlini. Që Naruto. Të tha Naruto, e kupton, jam Naruto, jam unë, ky është një me tek sy. Jepini më vlla, ç'doni më thon, se s'po doroj dot. Arlini po thoshte që jo, po pse e bëri Erni atë zgjedhje, ndërsa Naruto nuk e bëri atë zgjedhje, sepse jo po kishte këto mësuesit e gjëra. Kishim të debatin e madh herën e kaluar. Tani do të ta them arsyen se të mange shpirtin. Ja, një sekond. Naruto po të marr një sekond. Jo më jo në atë linja. Jo, më dëgjoj. Arsyeja përse është sepse Naruto ishte rimishërimi I shpirtit të Sakunës. Po, të Kuçedrës. Naruto ishte shpirti I Sakunës, ë? I Kyubit më të rujt zoti me delës me I Ashurës.
Ka drejt. Zoti mot. Po pra po. Defekt teknik. Dhe kjo ishte dhe arsyeja pse ai vazhdonte të ishte në atë mënyrë dhe mbajti ato lloj rruga sepse ishin. Okej, është drejt, po, është pikë drejt më thon drejt. Arini ka gabim, jam shumë dakord. Jam dakord. Është pjesa e shpirtit. Po prit më të orientoj, o njeri, o bastonli drejtit. Ka me basanlesh. Që ka basanlesh. Është ja ta them unë pse. Se dal po prapë te pjesa që po flisim për garën që po thoshe, pse zgjodhi. Mos harrojmë diçka për shkak, po të bëjmë krahasime me garën. Naruto në fund të ditës pati Sarutobin, pra Hokagen e tretë që në fund të ditës sado pak i shndroi afër, i dha disa direksione, kalonte kometë. Ndërsa gara kalonte kometë ai. La pa buk vdiq tu qajt aty. Unë mbaj mend gjithmonë se ishte po pinta të qumës s'ka dum. E kuptonte, kishte nga papërgjegjshmëria ai. Po ishte kalamo. Po pse s'do ta pranosh më burrë, është çështje zgjedhjesh, Po ta them se ka të bëj gjëja përpara. Garën vllau mundu veti ati ta vriste më burr. Pse më fikson daja një sekond. Mos pa hiç trundi. Ku ti vërtet jo? Po ti vërtas, ti të shëbacarove. Kush bëhti? Garën vlla dhe daja vet u mundu ta vriste. Gjithmonë dajat kështu janë edhe dhe e bukra, më kupton? Ai aty pson trauma më të madhe që zgjohet Shukaku kur vret dajën e vet. Po. Më kupton sepse e shef, vetëm rob që deri diku e donte mbas mamas, dakor? Ishte vetëm daja e vet. Dhe ai mundohet e sulmon hakmerret pra për motrën e vet kundrejt nipit. Dakor, dhe ai e vret. Gara ty pson një traumë totale. Po krahaso garën me Naruton ti mos e kanë histori sepse po kanë histori, janë të ngjashëm, domethënë fakti që kanë urrëtie, na që kanë bishat brenda, kupton? Po zgjedhjet e tyre janë komplet të ndryshme. Naruto që kalamo ka pas super krenari dhe ego dhe për të arritur. Su mundu njeri ta vriste Naruto lale. O zemra nuk e deshte askush. Ai që i vogël nuk e deshte askush. Do të synimi Narutos ka qenë gjithmonë që të bëhet Hokage. Bro, ne kena pas tu fillon. Po këtu futet ajo që po ju them unë me pjesën e Hokages tretë, sepse aty lind ajo figura e gollcit e arritshmërisë. Mima edhe gara është me djali Hokages, po pra po Hokage vet, jati vet mundoi gjithkohës domethënë ta mbyllte, ta shmangte dhe ta vriste. Janë thjesht njerëz të ndryshëm, mendojnë me karaktere të ndryshme, me zgjedhje të ndryshme. Po Sarutobin si shembull, Sarutobi që Sasuke u rrit. Domethënë Sasuke e donin të gjithë E donin të gjithë. Dhe Sasuke nuk donte asnjëri. Sasuke kishte vetëm arrogant, vetëm hakmarrin. Hakmarrin për të vrarë vllajën. Kishte arrogancë. Pavarësisht dashurisë që është dhënë Sasukes, apo viralitetit që ka pas ai si personazh, edhe sa shumë e donin femrat, e sa shumë e donin këta profesorët, se ishte shumë i mirë, i talentuar etj. Ai prap kishte vetëm një qëllim, urrëtien dhe të vriste vllajën e vet. Kurse Naruto është urryer gjithë jetën e vet, nuk e ka dashuri, nuk ka pas talent, ka punuar fort prapë se ka dal, nuk e shtynin e bullizonin dhe prapë kishte një qëllim, ti thoshte të tjerëve, unë do bëhem Hokage dhe do e shihni ju që të gjithë që unë do bëhem Hokage. Pra, është gjitha çështje karakteri mendoj unë dhe çështje normale. Zgjedhjesh, edhe që na tregon gjithë. Prandaj edhe përmend atë që Naruto është mishërimi. Po, edhe kjo është pikë shumë e saktë. Po. Dhe mirë kjo, po edhe pjesa tjetër që Sasuke është mishërimi i Indrës. Po. Lene që babai i Narutos. Po, është përcaktuar që në fillim, që kur ishin të dy, këta dy vëllezërit gjallë, që Ashura ishte nuk ishte i talentuar, por kishte një zemër të pastër dhe të mirë, dhe gjithmonë donte të arrinte paqen nëpërmjet bashkëbisedimit, nëpërmjet një bashkëpunimi. Po. Ndërsa Erdhi. Hodhe shpatën. Erdhi. E hodha se tani u bë paqe. Paqja plasë paqja këtej. Okej, ha? Ndërsa vllai tjetër ishte shumë i talentuar, por kishte një lloj nuk e kishte, bëri Black Zetsu të gjithën. Ishte, më dëgjoj, ishte i talentuar. Po e goditi Black Zetsu, e kapi Black Zetsu që ai mund ta bëj. Pse s'kapi atë tjetër Black Zetsu? Sepse ja pse. Është çështje karakteri. Jo, Zetsu pa talentin. Tani do marr shpatën prapë. Për zotin, Zetsu pa talentin vëlla. Kishte talent. Kush e kishte? Ashura?
Jo Ashura. Pra, Indra po, pikërisht pra. Unë, mishi ai ishte I fuqishëm dhe kishte zemrën të trazuar dhe të gjithë prisin që si fillim do bësh Indra drejtues. Jo, nuk e kishte zemrën e trazuar fëmijë, mos e ngatroni këtë gjëra. Po e kishte sepse të njëjtën gjë e kaloi dhe të gjithë u qihat. Jo, nuk e kishte të trazuar zemrën, po ideja është që mënyra se si ai I arrinte qëllimet ishte në bazë të talentit dhe thjesht, domethënë kishte këtë qëllimin që të bëhet më I fortë, të kapi synimin e tij. Kurse Ashura ke misionin që pati që I çoi atë po, vet. Po, secilin në rrugën e vet. Nuk pa faktin që të marrë misionin unë edhe të hiki shpejt se ndihmoj njerëzit. Ai ndihmoi njerëzit. Edhe I zgjati një vit e gjithë misionin, ndërkohë që ai e marroi shumë shpejt misionin e tij. Dhe tani nga që I ati I vet pa mënyrën se si erdhi Ashura, erdhi me shumë njerëz nga mbrapa, ishte një lider, pra këtë tregon që Ashura kishte një karakter lider, kishte karakter për të ndihmuar të tjerë dhe për t'i bërë për vete. Kurse Indra kishte karakterin që egoistin, duke përdorur forcën e tij, arrinte të bënte gjërat I vetëm dhe të kryente punë. Pam, marrova thot. Më kupton, kjo ishte e gjithë ideja. Dhe këtu filloi gjithë zemërimi. Këtu fillon zemërimi I Indrës. Fakti që I ati I vet I dha rolin e drejtuesit Ashurës, Indra këtu e kapi xhelozia dhe tha pse ja dha atij që është më I pa talentuar se sa unë dhe nuk ma dha mua. Dhe këtu futën Black Zetsu, që Black Zetsu filloni të razon mendjen. Black Zetsu këtu është tani ai ja ta them Black Zetsu fillon të manipulon ty dhe thot bëj këtë, bëj atë. Black Zetsu e nisi si ishte I keq Indra. Indra ishte shumë I mirë dhe me vllajën e vet e donte shumë. Po pra kjo është thjesht ne në jetë, unë mendoj që kjo është një mesazh që thotë ne në jetë kemi ca momente dobësie vulnerabël. Dhe në këtë moment duhet jemi shumë kujdesshëm se na vin faktor nga jashtë, siç ishte Zetsu, që fillojnë na trazojnë mendjen, dhe na vin kundra atyre, pavarësisht se ata nuk kanë asgjë kundra me ne. Po manipulimi na arrin në këtë pikë. Sa bukur ke folo bre. Më doli më knaqe. Je edhe aktor me Shera Llafi, sa harrova ta përmend këtë si. Ta bëj një pyetje vlla. 2. Po bëj vetëm një. Si fillim. Kush është çakra që do doje ti të kishe në tipi in real life, tipi I çakrës? Po në jetë reale. Ç'a do lloj të kisha, më thon drejt. Po tash thuaj zgjidhje një ç'a do. Jam okay. Ç'a do lloj të kisha, nuk se kam një preferencë. Ai shumë pajsorov, ai mund të ishte në ujë ose ai mund të ishte, domethënë tipi çakrës atit mund të ishte ndonjë ujë ose ku di ndaj ajër, si ujor që jam, ajër besoj do kisha. Po ti vrasës zjarrin vlla. Zjarrin e rufen, m'fal. Elementi që kam pas më shumë qejf ka qenë rufeja. Me thonë drejtën unë në qoftë të isha një jetë reale do të zgjidhja tokën se më duket super fit improvise ose super shumë e fortë të kesh tokën. Po toka shumë e fortë vërtet është. Ti je në real life të kesh fuqi të lëvizësh tokën çapo thu? Por valla. I thon më jepi 100.000 lekë ta futa tërmet ta prisha shtëpinë. Dhe kupton ti ç'a bëra? Ngelesh keq për lekë. Fap. Earthquake no jutsu. Edhe rëra më duket ka të bëjë me tokën apo jo? Po. Siç është zjarri, kupton? Ora jemi te Naruto, jo te Avatarit. Jo, çakra. Jo, bashkimi I çakrave. Toka me ujin përformonte drurin. Është referencë me Avatarin. Është referencë me Avatarin dhe çakra është siç e kanë edhe te Avatari. Sa bukur kanë bërë referencën edhe ke Naruto që thon është ky momenti kur nxjerr tipin e çakrës kur bën servitjen te Rasenganin Naruto që po ndihmon Kakashi dhe I thotë që ka diçka shumë hipokrite në këtë marrëdhënien tënde me Sasuken. Thotë që ti je ajri, ndërsa ai është zjarri. Sasuke ishte zjarri. Dhe pavarësisht se këta dy jo rufeja, teknikisht po zjarri, tipologjia zjarri. Po, fal. Dhe pavarësisht se këta dy ishin armiqt, si më thon në atë moment, këta bashkimi I këtyre të dyve zjarri me ajrin krijonin një fuqi shumë të madhe. Po, se ajri jep fuqi zjarrit, oksigjeni. Kjo ishte një është. E kupton ti çfarë bën Naruto? Ta tregoj Naruto në ty pak më vonë. Pjesën e dytë, ka një farë gjë. Unë e shifja atë, domethënë, edhe kur dilte nga episodi 700 e ca, dilte I gjë që ishte lidhur me episodin 5, 10. Po, valla. Po, ky më çfarë droge ka pi ky më që çfarë droge mund të ketë pi që ka bërë lidhjen kaq masive, çfarë lloj mendje duhet të kesh. Se këtë do ta shpjegoj te pjesa e dytë sepse është një teori shumë interesante. Jo teori, është e vërtetuar. Që ka pi drogë? Jo. Pasi të gjëra do pi drogë plak. Jo, që ka pirë drogë, por që autori ka pasur disa probleme me lëndë narkotike. Probleme mendore. Është dënuar 3-4 herë te funit. E kanë kapur shqiponja 2-3 herë.
Okej, shifemi në pjesën e dytë pas pak. Shadow Clone. Itamio. U knaqe. Tensei. Avash. Asa u knaqe, Naruto, Ti sa një baba dhe thoja unë, këta kalamajt me Unë jam i sigur kur ta shohin ata të shtëpisë time, kupton do vjen durë shumë. Bo. Vajtën çunat për tu martuar si Brazilin do thonë, Për zotin. Është ioni ky. Më mirë kisha bërë një dru, ti isha ngrohur ndimër do thotë. Kupton? Okej, ç'a pyetje kishe ti mau, sa më hongre këtë veshin e djathtë për zotin. Ha, jepi. Kisha një pyetje për gjithë ju, edhe edhe për që po na dëgjoni. Komentoni. Komentoni. Kush mendoni ju se është personazhi më i vjetër që ka patur një super influencë në Naruto? I vjetër? Si gjithsesi. A i vjetër do me thënë që ka qenë në fillimet e Narutos apo i vjetër në moshë? Si e kupton? Influencën më të madhe mendoj që ka pas Zetsu. Influencë më të madhe, ai ishte koka që organizoi të gjithë luftën, gjithçka, që u bë me qëllim që të ringjallte maman e tij. Po. Se për atë punë u kriju, domethënë, Zetsu nga Po, në momentin që u bë sill. Po, un po zgjedh Madarën, se ai ka bërë shumë influencë në të gjithë rrugtimin e. Po, prej Zetsu tu bëhet gjitha. Okej, do të them kjo pjesa e Ashurës dhe Indrës që u krijuar ishte e gjitha prej Zetsu. Po, di. Po them që ka shumë influencë është edhe Madara. Që plan shumë afatgjat i Zetsut. Po. Për mua. Për mosh do zgjidhsha Onokin, Tsuchikage, për mosh. Po nuk është se ka pas një influencë, wow, ai që thoshti në botën e shinobëve. Se di. Shumë i fortë ka qenë ai. Shumë tip ai. Ai arriti të na loj 2 meteorë të Madarës, se kuptoti sa 90 vjet sa ishte. Po çfarë fuqi kishte ai? Tip ajri ishte ajo? Pak a shumë. Si tip impakti. Ajo ka qenë çështje graviteti. Partikular, domethënë ajo bënte e shkatronte në mënyrë molekulare, apo e shkatronte ishte fuqia e Tsuchikages dytë ajo nues. Nuk po më vjen se si quhej, po mbaj mend që e shkatronte në mënyrë. Ka ajrin, ishte te Jo, s'ka shumë, po thjesht e zhdukte fare nga molekul. Po, çështje molekule, çështje atomesh. Kishte në fshatin që ishte të ajrit apo jo, gurit, ishte Tsuchikage i gurit më gurit. Tsuchikage është Raikage është i res. Nuk fle gjumë me Naruto unë. Harroj nga herë, se po shikoj diçka më perl. Po shikoj një nivel më lart. Po, shikoj një zot diellor. E mirë aty qëndro. Shikon këtë trailin e Godvallit, kuptoj që rrej gjithë fansat, kuptoj sikur ua doli Godvalli, kuptoj dhe ndërkohë kalo prapë dhe historia kumës. Për mendimin tim, di për çfarë ka prisur Naruto, di çfarë është prisur në Naruto fakti që u futën zota, kupton dhe ikën në hën, jo po, domethënë doli shumë filmat. Ja, doli shumë jashtë për hamurin, jo, për filmin. Ore, çete Naruto te fundi, çete Naruto domethënë dolën zota apo jo? Naruto dhe Las. Dolën Olla Kaguya ishin alien, jo zota. E kupton ti futën alien, pa lidhje fare. Ç'desin që fusin, kishin çakra, kishin tra ato gjona që mund bënin, kishin syt. Po mirë, vëlla, mos po folni ju të One Piece-it, më burr që keni. One Piece kemi alien, nuk kemi alien. Kemi alien. Si s'ke alien më? Ku e ke alienin? Ti ke panda që të flasin. Ja, ka probleme. Ka probleme. Me thënë drejtën para se ta filloj One Piece-in kështu thonë edhe unë ti. Pa, mon, po ç'ishim duket ajo oceani më thosh. Jo, më është shumë e bukur. Me panda që flasin me kur ma bëjnë ashtu e ka botën, po dakor, po ideja që është një botë fantastike, është. Po pra, ata e lidhin gjithë botën ashtu. Po në Naruto pse mos të fusin dhe krijesa këto, bravo. Po pse mos futen edhe ke Naruto krijesa të tjera që s'kan ardhur. Po në fund fare, domethënë tër Naruto ishim të fokusuar në çakra, në Jiu-Jitsu, në këto sene dhe në fund fare pastaj gjëra reale. Jo, hapur deti dhe bëu prej gome. Ore, është bota e tillë, ç'lidhje ka ajo, është bota e tillë. Me që Rallafi, Luffy e kiste rraf Naruton. Kur fakte? Tani, do me Naruto në nivelin më të fuqishëm të që ka tani. Edhe Luffy, po. Baron modin? Me Luffin, po, e kiste rraf Luffy. Po s'ka shonce më zogu. E kiste rraf. Po s'ka shonce më zogu. Baron mod jo. Baron mod jo. Harroj e. E kiste çdo po. Baron mod jo. Po ça thon. Ore, e kiste bë kartun Naruton ai, kiste ta lesh. Në Baron mod jo. E kiste bë kështu. I kapte bistat e rrotullon kështu. I vetmi që mund të arrijë Naruto në Baron mod ishte Goku ultrastik. Vetëm ai. Ose One Punch Man që e kanë bërë kështu out of reality. Baron mod jo. Baron mod. S'ka shanse më burr.
Pa, Byron Modi doli juve të dilte Byron Mod pa për tash. Jo. Pse s'vazhdu të çakrat? Unë mendoj që po të zi Naruto me Luvin, do bënte Naruto atë Tak no Jutsu. Po. Tak no Jutsu, kjo është fuqia më e fortë që ka Naruto, që ajo gallata. Edhe dela ajo pastaj ajo lisharsja. Po. Fillon ajo muzika. Sadness and Sorrow. Edhe fillon Naruto, edhe un kam qenë si ty. I vetmuar, I papranuar nga shoqëria, nuk mund ndonjë njeri. Ai më shumë duket. Edhe kështu pastaj bëhet I mirë dhe bëhen shok të dy bashkë. Naruto ato janë shok, por Luffy nuk e ka atë traumë që ka kaluar Naruto. Sigurisht pra. Kështu që nuk do lidhej thua me një tjetër, nuk do kishin këtë bonding. Ty s'ka vdek vllai. Tiriririni. Edhe mua më ka vdekur. Nuk ta bëje këtë gjë, nuk ta bëj. Naruto do ta bëte, po. Naruto do ta bëte. Ore Naruto, Luffy kur ka qenë I vogël, ka qenë një far danoci ajëre. Nuk I hante fare, I tha I garpin pyll, ishte mjestër. Naruto, jam I vetëm, jam I kush më dha? Naruto. Kush Naruto më zot? Naruto. Po çfarë thonë më vetmuar, Luffy asnjëherë ishte I vogël, nuk do interesonte fare. Do ishte si ai reperi, si ai që është me 8 bishta? Zogu. Si ai, jo, 8 bishta. Po. Si ka emrin Zarova? Me 8 është. Po me 8. Si ka emrin Zarova? Killer Bee. Do ishte Luffy po të ishte në botën e Narutos, do ishte si Killer Bee. Ishte Killer Bee, ndoshta po, e vërtet. Çfarë thonë më zogu? Nësa Naruto në botën e One Piece-it, miru pafshim. Po te Naruto valla nuk ishte peshk gjigant. Po mirë, me 16 koka. Po zemra. Kupton? Sille herë Naruton, sille se flas. Si tamam, silla. Sille herë Naruto. Brazeri, po hajde. Ma ai Itachi ka qenë më I fortë se ç'duhet, me thon drejtë, e kishin bot merr të fortë. E kupton ti erdhi ka. Ky tani do të marr shpatën. Po, ti hysh pra. Jo, Itachi është shumë perl, po që mendoj që ajo fuqia që kishte ajo syri I vet ishte Amaterasu. Ishte I fortë bura, Amaterasu. Flaka që djeg dhe flakën. Po Sharingani, atë Sharingani ka qenë një far perle. Po po them në vijat përgjithshme. Domethënë në vijat përgjithshme mendoj që Itachi ne kishin bërë shumë më të fortë se mbase ç'duhet ishte. Je gabim. Je gabim. Më kupton? Aq sa duhet. Është perfekte për mua. Më shumë do prishej. E di kur mendoj kur u ringjall domethënë që ringjalli ai flok bardhi, që se pati të fuqinë domethënë kjo më duk shumë e tepruar. I vetmi që do të vrasë ty jam unë, tha Itachi. Është perl. Amo me atë i bëri bëni genjutsu pra reverse. Po, me Izanamin. I bëri Izanamin. Domethënë jepi forca kota, kupton? Si jepi forca kot më valla? Ato janë çdo gjë të shpjeguar. Është çdo gjë e shpjeguar. Naruto ka çdo gjë të shpjeguar. Është një botë reale. Është çdo gjë, çdo fuqi është edhe Sharingani. Nuk është sy kot, është I shpjeguar. Tregohet shumë mirë që Sharingani është një sy. Është fakt domethënë që vjen nga traumat e mëdha, domethënë momenti që ky person një traumë shumë të madhe, arrin të zgjidhë Sharinganin, se trauma e madhe vjen si një goditje e fortë në tru, e cila jep pastaj tapet me receptorë pa edhe të lejon ty të shikosh gjëra për te çfarë shohin të tjerë. Atëherë, pastaj duhet të kesh një traumë akoma dhe më të madhe, që të arrish të marrë kjo Sharingan. Që duhet të vrasësh, domethënë se kur shokun e ngushtë apo një person që ti e do më shumë. Janë këto memet në botën reale që të vrava sepse duhet më acceleroj Sharingani. Bravo. Pastaj ka po ta bësh për shembull paralele pra me Real World, pjesën e Sharinganit është adrenalina. Adrenalina ty e madhe për shembull, e ke parasysh e ke pa videot ne kur ata që me motor që zmadhohet bebi aty e super I vëmendshëm në adrenalin, nuk e kanë provu valla, se ti. Kupton po themi që kupton po flasim për adrenalinën konkrete. Bëj xhira me motorin 250 dhe flasim. Po nuk policia themi dhe mendojmë, nuk themi dhe mendojmë gjithë që njerëzit që janë sprovuar shumë në jetë dhe kanë kaluar trauma janë, si më thën, pak më të rritur për moshën që kanë, sepse janë, si më thën, shohin gjërat pak më ndryshe nga të tjerët, sepse se kanë kaluar 700 halle, 700 gjëra të tjera. Pak a shumë mund të bëjmë një lidhje me të njëjtën gjë me Sharinganin, e kupton? Pra këta njerëz që kanë kaluar këto trauma kanë arritur të zgjojnë një vetikë vetja që ti shohin gjërat pak më ndryshe se që shohin mosha jon. E di çam kujton me këtë kur të pyesim për shembull, where do you get this sense of humor? Trauma. Trauma, dark humor. Një gjë që më pëlqen te Naruto tjetër është që gjithë këto emrat edhe të genjutsuve edhe të tyre më të fortëve janë nga zotat japonez apo kinez. Japonez. Ndërlidhin, bravo, japonez. Ka lidhje me Kinën Naruto. Na fal. Jo të fali që jam as hoxha as prift. Je sigurt? Po. Nuk është siksu. Nga pelerinën. Pastaj që të mos ta lejmë për jashtë, unë mendoj që një nga personazhet
më të bukur dhe saga më e bukur ka qenë saga e Painit. Po jemi dakord. Tu japim dorën që të gjithë. Do të thotë nuk mendoj që mund të kemi një villain aq të mirë shkruar. Të mirë shkruar dhe ti të përfundosh ta duash atë. Po. Pavarësisht gjithë çështjeve që ka bërë. Ai do të ishte Naruto domethënë që trajnoi Jiraiya si tipi Naruto se ishte. Po, eksakt. Edhe Obito me thënë drejtën. Jo, Obito ishte me Madarën. Jo, e kam thënë që do bëhesh si Naruto, do bëhesh po ajo ka qenë, ajo tendencë ka qenë, e ke parasysh. Më pëlqen kjo që shumë njerëz kanë dashur bëhen Hokage, po i ka vajt jeta shumë ndryshe. Ajo është pra domethënë se si merr jeta në momente të caktuara, pra ti mund të share a dream ti gjithë bashkë, domethënë por rrethanat e tua të jetës janë ato që të Edhe Obito ka qenë realisht eksakt si Naruto, pra ka qenë person i patalentuar që e bulli zonin, ai thoshte unë do bëhem Hokage etj, thjesht sakrifikoi veten për shokun, për Kakashin. Një gjë për shembull. Ne jemi duke folur për arkun e Pain, do të citoja edhe një nga shprehjet më legjendare të Pain. Jepi. Që thot, sometimes you must hurt to know, fall to grow, lose to gain. Life's greatest lessons are learned through pain. Shinra Tensei. Vlla, Paini ka mesazhet, domethënë i gjithë arku i Painit, ta shtrydhësh gjithë Naruto me One Piece me Dragon Ballin, ti mbledhësh bashkë. Vetëm Paini sa të del. Nuk del ai sa ç'del arku i Painit. Dakor? Le pasaj këto Jujutsu Kaisen ne, Attack on Titan ne. Qetso se tu shtrëmbru shumë buza më burr. Je le tash, më tregon mua. Ama ka një gjë për te fakteve interesante emocionale, si më thonë që flasim dhe mesazheve që marr. Një gjë më ka bërë përshtypje dhe vazhdon të më bëjë përshtypje. Më thënë drejtë nuk e kam googulluar ndonjëherë, se edhe luftrat kanë qenë shumë të bukura. Luftrat që janë bërë ke saga Pain, realisht kanë qenë shumë të bukura, të organizuara shumë bukur. Tani te lufta e madhe kur vjen Pain në qytet, që vjen dhe Naruto, nuk e di pse autorët kanë zgjedhur ta lënë luftën e Painit me Narutos me një lloj animacioni shumë skandaloz dhe jo realistik dhe nuk e kuptoj nëse e kanë bërë kastile. Po, e kanë bërë kastile. Apo s'kan pas buxhet thasë. E kanë bërë kastile se kjo duket edhe nga luftrat e para që bën Naruto me Sasuken që i shtrëmbrohet shumë kur rrifen. Ata kanë dashur që të duket sa më reale lëvizja e trupit kur goditesh, a kupton që shtrëmbrohesh e kështu ose ulëriste. Po, në fytyrë nuk ka lidhje me ata kanë bërë ekstrem fare pastaj se e kanë bërë nga inati që i dha Narutos, a kupton? E bën Naruton shumë rage dhe thjesht nuk shikonte më, edhe dilin gjitha deformuar. Ndoshta është figurativisht. Të japi, a kupton, impakt. Është diçka që vjetër jo vetëm te kjo pjesa e Narutos, por vjetër edhe në momente të ndryshme betejash, në shumë anime të ndryshme. Për pjesën që animacioni fillon edhe deformohet, merr një lloj forme më të çuditshme dhe kjo vjen si pjesë buxheti më së diri. Shiko, këtë duhet ta themi Naruto, kërkon buxhet shumë të madh që të jetë shumë realistike. Unë di që është më shtrenjtë kjo që ta deformosh kështu. Jo. Mos është vizatim shumë. Është ajo siç është për shembull të më fal, te One Piece betejë e Zorros me Kingun. Ajo lloj animacioni shtrëmbrimi kushton shumë. Te Naruto e di kush është betejë me animacion 4K. Kur është Naruto te filmi Naruto Sasuke që zihen me këtë te kush film? Alienin. Me këtë alienin, se s'po vjen. Aha, te filmi i fundit që ka me Momoshikin. Me Momoshikin. Domethënë super animacion, super perle gjitha, domethënë. Për mendimin tim lufta më e bukur atje është bër mes Obitos dhe Kakashit kur u futën tek ajo. Se mund dy luftrat ajo ishte mega luftë. Po flas për pjesën e animacionit, se sa bukur e kanë realizuar. Do të dy luftrat më të bukura në historinë e gjithë Narutos, që s'po i përmendin fare. Një është Rock Lee kundër Garës. Po, dakor. Do t'i shtjellojnë, po thjesht po i përmend tash, dakor? Edhe beteja shumë e shkurtër për fat keq e Might Guide kur u bë me 8 portat e jetës me Madarën. Ato ishin dy. E kupton ti thot Madara, unë të deklaroj që ti je më i fortë në taijutsu që kam luftuar gjithë jetën time, ndërkohë që Hashirama vllai ka mbyt grushta, kupton? E ka thënë mes. Hashirama e çuditshme me fuqinë e pembe dhe kishte i farfuqi. Ai kishte sage. Ishte më i fortë, ai ishte më i fortë. God of Shinobi. Ai është më i fortë nga gjithë. Ai është më i fortë. Po ti kthehemi, domethënë luftës parë që kena fol. Rocklia kundër Garës me lele. Ka shumë mesazhe të bukura jep ky Rocklia dhe ky Might Guy, kupton? Të dy këta kanë bërë shumë gjë të fortë. Vetëm hard work, pa talent fare, pa. Ja ku qëndron, se dolëm prapë ajo që po thoshe ti, domethënë me pjesën e jetës reale. Rock Lee vlla nuk ka as fuqi,
pra të bëj jutsu, ai është thjesht taijutsu, pra karate, e thjesht, kupton, njerëzore. Po. Dhe ai është gati compare me këto personazhe surreale para le ta quajmë. Po ai kishte vetullat, mos Ku ke te kishte vetullaj. Me që rallati ke vetullat dhe ke Roklia. Nuk e di pse po. Mund bëhem gjithë dakord që kur e kemi parë Roklin me Gajn, kemi menduar që këta janë babë bibi. Po për zotin. Për zotin. Dhe ku janë prindërit e Roklis? Pikërisht. Nuk e di. Ku jeni? Ka lënë shumë mistere Naruto, e di. Po, ka lënë. Se kupton se sa jeni ju? Ja si One Piece që i tregon 1-1 këtë. Po çi do më burr, po çi do ato. Ato Naruto si e shiki kush ka qenë babai Kakashit, po çka ka bërë ai pra që kishte atë emër. Po nuk e tregoj asnjë. Interesiti. Ai ishte compare me Ora se tregon asnjëherë për. O vlla, si të tregon asnjëherë, po kur vdiç Kakashi që i ra me gozhë, pra. Ti qeshi i tha. Vlla, ca gjona është. Djalim. Ca gjona është më mirë mos ti. Mos u bosi Arlini edhe iku pasaj. Dakor, ca gjona është më mirë mos ti dish. Dhe mos të harrosh i gjë, Sakumo vlla ishte më i fortë, pra legjenda që thoshin dhe gojdhënët aty thoshin ishte më i fortë se 3 saninët legjendar vlla. Pra me Orochimaron, po pse pra? Jiraiyan dhe atë. Çka kanë pse? Çka fuqi e kishte? Pse se tregoi ky Naruto, ky boti Naruto? Tashi, nuk e di a është e vërtetë, un kam pa një fan animation, domethënë që gjyshi i Kakashit, pra Hamuro, ka qenë shok skuadre me Hashirama në një mision, që aty vdiq më pas. Vdiq se Elmoj, domethënë i gjujti ky si e ka Kakuzu. Domethënë një fan animation që kam pa, nuk e di a është domethënë e bazuar në diçka reale apo jo, po që Kakuzu ka qenë kona Hashirama se dim se do na e thot Mau i Kureshi tash që ka 6 episode që s'më le ta them. Vazhdo, jepi, është rradha jote. Nuk është Kureshti, është më shumë një teori konspirative. Që në konspiraciono. Që thotë se të gjithë Hokaget janë nga fisi Senju. Po, e kam digju këtë teorinë, nuk e di ma është e vërtet shumë, por që jo nga fisi, nga fisi Senju, më falë, se nga trova. Se mbaj mend që më duk se u ishte Uzumaki, diçka e tillë. Jo, në fakt dalim një pjesë shumë e vogël edhe Uzumaki nuk janë shpjeguar. Janë një mister komplet i madh pavarësisht se janë një ndër fisët më të fuqishme. Po, mos harro në një episod tregohet biles që Hashirama shkon vetë lideri i Uzumakive, më kupton vetëm që të mësoj ato sillet. Domethënë që bën atë përbindjen atë demonin se çai ishte ai, ishte me feçk, kështu me gjash feçka. Më kupton që e bën sill në atë moment. Ka shumë gjëra që nuk shpjegohen. Ka shumë gjëra që nuk shpjegohen në thënë drejtë. E ka ndoshta do të nxjerrin te Boruto. Ndoshta të mirë, po. Pyetje për gjithë, këtë teknik doni që të keni domethënë nga Naruto. Po nisur ty sigurisht. Më thuaj një teknik që do duhet ta kishe në jetë reale prap. Se mos themi në një, jo po meteor se s'do vena për lesh. Kupton? Një teknik. Këtë Sharinganin unë do doja ta kisha. Sharinganin, fix. Ti ose Byakuganin. Tash një. Ja. Një. Merr rinë Sharinganin si i ke të dyja. Po pse seriozi është ideja e tij. Nëse do e bazonin për, domethënë në jetën reale. Jetën reale pra, se kjo e bën ndryshe. Kjo bën ndryshim. Se mendoj që se do kisha Sharinganin, do më duhet të bëja të pësoja një tramë shumë madje, pastaj duhet vrisja rrobat e mi që të boja Mangekyon. Është më lehtë me pas Byakuganin, mendoj se s'ke fare side effects me Byakuganin. Plus se ka shumë gjëra të fuqishme, ajo do shikosh gjëra. Po, imagjino. Shef tej për tej, syve. Si tani shohim për tej syve të tu. Guys, real life implication. Ja kështu si RZX ato. Shef për tej murit. Po ti mo mjeshtër. Unë do të dëshiroja teletransportin. Se kush ka teletransport aty? Minato, Flyer Aijin. Po jo teletransport. Ajo është me atë me atë Flyer Aijin pra teletransportin. Shurikenin. Ai si vendoste vulën e vet, edhe kudo që e kishte transportoi. Po. Dakor, instantly. Kupton? Për shembull, ke ngel pa lek vlla, kupton, shefi rroba aty me i çont, ose shko te i bank aty e vendos aty te lekët. Te leku se leku futet aty te banka. Fap, shko mrena me çont si zotni. Fa. Shef ky duhet si lejoni, mos e lejoni këtë në bank. Fix. O vllai do të më qenë praktik në jetë. Po i e von për diku, i e çut 30 sekonda më përpara. Jemi ne budallë, ti je në rregull. Po ti. Zgjedh.
Miau, do deshe transformation jutsu. Që nuk kam nevojë fare, pikërisht nuk kam nevojë fare për atë, unë do doja të kisha Kuramën e. Qa thosë? Po që do të, apo do në nxjerrë militar. Do dalë në nxjerrë Ke Tajvani aty të lodhe në që. Në jetë reale Kuramën, a kupton? Që do e ku do e qoja. Unë do doja. Do ta vrisë bashkia për 100 rrugë. Për zot, ti veshin ato unazën të veshin, të vathin. Të guxon të bashkia, po do ta shfarrosë, se s'ma prek njëri Kuramën. Unë për vete do doja Rinegani quhet, ajo e Painit. Po. Rineganin do doja. Po ç'do Rinegani? Duhet të kesh traumë më të madhe akoma. Pse me traumë bëhet ajo? Me traumë bëhet. Ai, domethënë Rinegani është evoluimi I Sharinganit. Pra, Hagurumo, the god of the shinobi të tokës, jo, pëson momentin që shikon vajzën që donte të sakrifikuar tek pema që ishte e Ten-Tailsit, pra pema e Chakrës, e shikon poshtë, aty nga trauma ati I zgjohet Sharingani. Dhe në momentin që vjen për të kundërshtuar Kaguyën, e cila më pas I ka marr Hamurën të vllajën e vet nën kontroll me anë të Byakuganit, ai I qëllon me Chidori, këtu del për herë të parë Chidori, bravo, e vret, por ky Bretkosa e shenjtë, domethënë I kishte dhënë një si tip silli që ishte ajo karta që e shëron. Bravo, dhe aty trauma që I vret të vllajën, aty zgjohet Rinegani. Aty domethënë del për herë të parë Rinegani në skenë. Që më pasaj e shohim Rinë Sharingan tek Ten-Tailsi. A mund të zgjedhun atë, mund ta zgjedh këtë aspektin që mund të eci në ujë ose të eci në pemë. Atë po patë çakra. Po këtë po zgjedh. Po çfarë do të bësh në American Com? Për sa po eci në ujë. I doja ca ditë. Për zotin Lale. Ti po qe për transportu merr atë. Për zotin që do Arlini. Ja ve avionit, kupton, e prek avionit. Shko vet avioni atje. Ta pëlqen të ecin, pëlqen rrugtimin. Po, e marr vesh. Mirë do bosh. Bravo. Dhe I qikeci me këtë rast. S'ke nevojë kështu as për gomone vlla, se I thot marrën krah, kupton. Të shikosh njerëz në anije ti të shikosh tu vrapua. As taksa nuk pagu vlla, kupton kështu se kalon me kufinë. Edhe njerëzit që do thonin Jezusi ka ardhur. E kupton çfarë fuqi e zgjodha. Se mendon mirë ti. Jo, ti zot e fuqi më bazike. Bazike po në jetë reale është perl. Vetëm se do të kurizonin pastaj. Hajde varja. Do vinim ne pastaj kështu si me Sharingan, që ai e Pitachi, ka kaqit krap thot. Krap. Ashtu ja jep. Krap krup. Jepi. Doni të dini se si e nisi si fillim autori? Kishte moto? Duam. Po të lutem. Na ilumino. Naruto si fillim e nisi publikoi si one shot. One shot është një One shot. One opportunity. Fal, jemi tek Shadow Clone, nuk jemi tek Mineta. Në 97 nuk publikoi për të parë one shotin, por pastaj kur pa që mori një famë shumë të madhe, krijoi mangën dhe publikoi në 99-ën. Dhe në 2002-shin e nxorri si anime që Mos më thuj mos, unë di thuja publikut. E di si duket sikur unë jam Naruto, ti je sa duket kjo Sakura. Për zotin vlla. Perl. Ti vlla e vet pjesën tjetër. Itachi, bravo. Itachi se jeni të dy dhe sot këtë ngusht Pikërisht pra. Po, ky është brother from another mother. Brother from another mother. Atë des. Edhe Sakura që ka 100% të fuqisë në të tre. Mos flasim për Sakura pastaj. Pastaj le. Sakura një fort personazh. Unë mendoj që gjëja më e mirë që ka bërë Sakura me gjithë ka qenë momenti kur vërtet Naruto! Ajo është pjesa kryesore. Edhe mishi kokra gjithë. Për zotin Lale. Në ka një anime apo një moment në anime që t'jep domethënë rënqethje. Si ajo unë nuk e di. Super perle që më vërtet. Bravo, ja japim. Bravo animatorët. Bravo Bretkosat. Bravo Bretkosat. Po Naruto nuk u nis me idenë për të bërë anime për ninja. Për çfarë? U bë për gatim. Po, kam dëgjuar këtë. Nisi Naruto do ishte një personazh kryesor i një anime për gatime, që do bënte ramen. Po. E ke edhe taj filmi Menma. Kupton që kupton çfarë fan si jeti fan se gatimeve. Gatume. Ik për djalë ti s'di me flas për çun. Si pa ecet tash. Më tregon mudi. Ja, shumë mirë që e the këtë gjë që
Mos flasë shumë ky. Mos ka nis Naruto atë që ishte kuzhinieri I Ramit te Ikuhada, mos ka qenë Naruto ai në fillim fare. Ka kokë me Gordon Ramsay. Por nuk u pëlqye fare si ide nga publikuesi. Normale. Dhe bashkë me editorët, vazhdimisht kishim moto e ka ndryshuar vazhdimisht historinë e Narutos dhe gjatë gjithë kohës. E ka bë kopshtar. Që kanë qenë duke krijuar mangën si fillim, kanë qenë duke sjell idetë dhe duke bërë lidhjet edhe me pjesët nga fillimi deri me ato sa kishin arritur. Por ta mendosh që ta nisësh për emisión gatimi, ta nisësh anime gatimi dhe përfundoj me Alien dhe pastaj. Në fakt ishim moda ka pasur shumë ide të ndryshme se si mund ta bënte Naruto, ka pasur ide për ta bërë të ditëve të sotme si detektiv. Ka qenë dizajn Naruto detektiv. Ka qenë ai dizajni I parë, keni parë dizajnin e parë që ishte do bëheshe Naruto, Sasuke dhe Sakura me një dizajn tjetër? Po, e kam parë. Ishin si imo ata, kupton? Ai Naruto kishte ta kapse. Ato sytë lyer. Po. Ja, është nuk e të fan animation ai. Jo, ka qenë dizajn I parë kërkohe. E di më shumë unë për ty ai ka. Nuk kam bërë ashtu pra. Jo, e kam pa, po them duket ka qenë fan animation po them. Unë disa herë kam parë ashtu ka dalë. Po mirë mos edhe unë te TikToku im që kanë 3 milion views edhe ti edhe ai dhe e shohim nga 15 vene, nuk do të thotë që dhe emrin e Narutos, për të gjithë ju që nuk e dini, është një ushqim. Është një rolls që bëhet me peshk. Po mirë, pse ma thumë, ja ku e ke kamerë. Po të kam këtu dhe të shoft, të kam anësh. Jepim shifu. Qa bosh? Dhe një ingredient japonez që gjithmonë shoqërohet me ramen dhe ka formën e një spirale që është në forma e chakrës 1 dhe është dhe ushqimi preferuar I Narutos. Dhe madje bëj shumë edhe lidhjen kur Jiraiya ka qenë tek shtëpia e Minatos para se të lindte Naruto, edhe ata të dy bashkë me Kushinën I thanë që neve kemi vendosur për Kushinën. Kemi vendosur për emrin e fëmijës, dhe nëse është djalë do ta quajmë Naruto. Dhe ai thotë, "Po pse? Ajo ishte thjesht një emër që mua më erdhi ndërmend kur po ha." Ai arrepat, diçka e tillë ramen. Dhe ajo ishte një moment shumë I bukur që vërtet. Shumë solar, nuk e di. Ne nuk po flasim për një ndër karakteret më të bukur në historinë e Narutos, lale, për vetë Jiraiya dhe Bobin. Vdekja e tij ishte gjëja më traumatike e fëmijërisë time. Jo, e do të vërtetë Allah unë s'kam qajt për Jiraiya, sa kam qajt për I tjetër. E di më ka qajt. E di, ky e di. Po hana thotë, dim që jeni sokë të rjet, po unë kam qajt la si dreqi, domethënë dhe masa se ditë nuk qajta më. Është I personazh që ty nuk I shkon menja fare që ky do qajt apo një person tjetër do qajt. Është vlla Azuma. Unë kam qajt si dreqi për Azumën. Sepse di që Azuma ke qajti? Po, lal. Pse? Azuma ka qenë një super karakter, megjithëse nuk I është dhënë një rëndësi shumë e madhe. Okej, ishte I ishte e trisht, ishte shumë e trishtë. Do, e thënë mos harroni një gjë, ai ka qenë te grupi elit I fshatit. Po di, po ka qenë shumë në rini. Ka qenë, domethënë në 12 ninjat që kanë pas të po vjen emri tash këtë. Ninja Elite domethënë që quhet, që është Sora që pastaj vjen e merr Kakuzu. Ai ka qenë nipi I Sarutobit. Jo, djali I Sarutobit. Djali, po. Dhe mos harrojmë edhe pjesën që ai ka dhënë edhe një ndër mësimet më të mëdha. Pikërisht. Një është Protect the King. Po, që ka mësuar Shikamarut në lojën e shahut japonez që Pajshos. E bën pyetjen Shikamaru, kush është mbreti, thotë. Dhe të gjithë na që mendonin normalisht mbreti është drejtuesi. Dhe kur I tha jo, gjithë domethënë ka mundësi. Vetëm kur vdes, që I tregon. Jo, I thot ai, janë fëmijët, pra janë e ardhmja e fshatit, e ardhmja e njerëzimit. Dhe në real life implication vllai është super mesazh. Është super mesazh. Është pjesa tjetër që pi duhan ai tipi dhe është super cool. Duket bukur sot. E shikoj ashtu si gjëja që më prek më tepër se ai kishte një dashuri shumë të madhe për atë duhanin. Flokun. Kurenajt. Dhe kur kthehet Shikamaru bashkë me ekipin nga misioni dhe ai kishte vdekur Ishte ishte shtatzan. O lale. Jo, e di ku kam shpërthyer pas ai keq? Në momentin kur shpërtheu Shikamaru te dhoma e vetë gjumit. Ajo momenti që përplas atë dhe I thot Shikaku, "Ok, thjesht lëshoje, mos e mbaj më brenda." S'është parë ndonjëherë
Hakmarrja që kam marrë, s'ka qenë hakmarrjet më të bukura. Ora, ajo ka gjallësh. Arlin Capi e kam në Instagram, unë shivin e kam bërë dublimi im I parë. Atë skenën. Me këto mikrofonat me këto mikrofonat e Skype-it. Ato Hidanin e ka lënë gjallë akoma në atë. Aty le të ngordhish, lashu legjeni. Aty le të ngolli. Aty le të ngolli. Vin ta han mint. Okej. Dhe duke e lënë që ta hajmë mint, ne e mbyllim edhe këtë pjesën e dytë grupi, ha? Ta bëjmë pushim të shkurtër edhe kthehena masane. Dakor, mos u largoni. Shadow Clone. Almighty push at the kitchen. Po për sigla la që si kena përmend. Vetëm perla. Muzikat, introt. Ça thosh, domethënë, po thimi Gurenit për mua, që e mani men, po. Aja ka qenë ndër më të trishtat. Saga e tutellësit e dy bishtit. Po, tre bishtit. Tre bishtit. Dy bishtit s'ka dalë asnjëherë, domethënë përveç se Killer Bia që e bën mention që ka atë kunjin këtu dhe kujton se po vërtet. Domethënë thimi Gurenit, Sadness and Sorrow që të gjithë e dim, domethënë. Ajo Itachi pastaj është shumë e fortë. Perl. Ai Itachi ka bërë atë qëndrimin Perl që ka qëndruar sipër asaj shtyllës së korrentit. Po pse ajo e Akatskit, muzika Akatskit. Po, e Penit. Jo, e Penit është shumë vete, Akatskit është shumë vete. Ma men kur të kam bo tortën dhurat atëre me atë Itachit, që ishte kështu. Po me sfondin më radhë. Po edhe ne mbajmë. S'kemi qenë aty për mbajmë. Shumë mirë ishte ajo torta. Speciale me nuk ja themi emrin aty. Jo, si kemi. Na kanë ardhur nuk mund t'i bëjmë dot gjë, po. Kena lënë pa përmend çik dy super karaktere, valla, që t'i japim çik rëndësi. Kena lënë këtë Gjirajan edhe Madara më popa. Ajo fuqia e breshkave ishte Perl. Jo breshkave, Bretkosa. E Bretkosave më fal. More ti. Sage mode, a kupton? Një farë çudie. I bënte syt si dele, ke parasysh që bënte syt si dele ishte po. Si. Edhe ishte Perl. Ju kapni po goti dele vlla. Dele. Vinte syt e deles, lynte syt me rimela ai, miru pafshim aty jam disa herë më fort. I ere mushur anita tregoti syt e deles. Thras breshkën e madhe. Bretkos. Bretkosën sa atro. Jo po ju që keni këto elefantët gjigant. Ajo për One Piece. Mirë aty mbauti. Mos e lutë zënuk. Këtë duhet ta paranoj, kupton te One Piece versioni anglisht gjithmonë, po flas zoni që I ka dhënë Zuneshës. Ajo shper. Domethënë kur I thot asaj Tit Momonoskes që I hear the drum of the liberation. Ai që buaj voice over se s'kena përmend the voice over në Madarës lale. Anglisht. Ai tipi. Këtë do thoya edhe unë që Naruto për mua personalisht, domethënë dublimi I anglisht I Narutos, mund të them që është një nga dublimet më të mira, edhe pse zakonisht gjithmonë preferohen që dublimi është origjinali, pra gjithmonë në anime preferohet dublimi origjinal në japonisht, por nuk e di pse un kam një preferencë shumë të madhe për dublimin anglisht të Narutos. Ndoshta sepse e kupton më kollaj. Jo, s'ka lidhje, dublimi për tonalitetet e zërave, për zërat që janë gjetur në një mënyrë shumë e bukur, realisht më ka pëlqyer. Dragon Ball për shembull e kam parë gjithmonë në anglisht. Jo në anglisht, në japonisht. Kurse Naruto nuk e di, më shkon shumë në dublimin. Është super dublim. Po pse momenti që kalon Tobi, se normalisht janë dy dublues të ndryshëm që I thotë ai, kupton? Kidding. It's just as I expected. Super moment. Ai është ndritën misht, lale, ndritën misht kur e kujton mishti. Për më tepër, s'le leshit. Do ngrihet trumbullak. Ale Gjiraja, për mua ka qenë një ndër karakteret më fantastik përveç faktit që të gjithë e dim, po momenti, po. Bravo. Ajo e bënte më Perl. Mos harrojmë gjithmonë gjithë GOAT, domethënë personazhet më të fortë në historinë e animeve janë stërvit nga një pervers. E kupton? Mos ta harrojmë Gokun nga Mr. Roshi. Bravo. Tashi edhe
Lufi lale. Që do të thosh që duhet të jesh pak pervers që të jesh i fortë. Ashtu çan jetë. Jo, që të Një mësues i mirë. Të mësosh brezat e rinj. Thuat morët vesh, duhet bëni perversa. Është leksion jetë kë. O leksion jetë kë. Tisha ka qenë më shumë pjesë fani që bënin ata. Jo, më kujtoj pjesë diskutuam te seria e kaluar që edhe herë një vazhdimisht zgjot poshtë temës, edhe ky që bëri paralelizmin me Newtonin që i bie molla dhe mesazhi im ishte që flini poshtë pemës. Do që të merrnim qafë dynjon. Po momentin ndërmjet dy momentet më të dhimbshme, domethënë që i përkasin Xherajës, është një ose më i bukur i njëri nga këta është kur ajo detaj që ndan kasatën gjithmonë. E ka qenë e bukur. Dhe këto dy momentet që po thosha unë është një ajo që kur vdes Xheraja që Naruto është në mision që i vjen shpirti që i gjutë shpatlla, që e prek shpatlla o nonë çfarë momenti. Dhe pastaj kur kam pa Naruton ty qajt me atë kasatën që i vjen ky Shikamaru mërti. Harrova Iruka. I vjen Iruka aty në atë moment. E ka pasi baba atë Iruka. O nonë. Po i thot Kakashi vëlla, kupton se në moment Iruka bëhet xheloz, kupton? Po ai gjithmonë thot flet mirë për mësuesin e tij të parë. Se ky vetëm kujdesi i çatë drasat Kakashit dhe i thot ai stop lele. Tani është nxënësim, nuk o më jot, nuk o më në akademi. Tash jo do thyet ai s'ka ku, nuk bëhet ninja. Dhe një pjesë tjetër që më kujtove me Irunën është kur Naruto martohet. Po. I kërkon atij që të vinte në vend të babait. Ajo ka qenë një moment shumë prekës për mua. Ajo dihet se nuk s'ka pas tjetër. Ai e ka rrit, nuk ka pas tjetër. Ndërsa unë do të përmend personazhin më të paaft, që është literalisht vllai i Tsunades, që thjesht iku në një vend të shpërtheu. E kemi mbarë. Ajo ishte një far ç'a ndodhi më thjesht hyri në një gur, vdiq. Edhe ajo tani po qante ishte shumë keq. Jo, mos tani të flasim dhe të përmendim Tsunadën. Tsunadia pavarësisht se ishte një nga mjekët më të mira të gjithë botës, më e mira të gjithë botës së Shinova. Për zotin lale. Të imagjinosh që është mjeke dhe ka fobinë ndaj gjakut për shkak të traumave që ka kaluar, që vllai i vdiq e mbuluar në gjak, edhe dashuria. Jo, mos e ngatroj. Vllai nuk e pa ajo. Të vllai nuk e pa, ishte dashuri, po edhe vllai unë e di që e pa të vdekur duke u përpjekur që ta shpëtonte, ishte i mbuluar në gjak. Jo, ai është momenti i Dandanit, kuptoni, të dashurit. O njerëz, ne harruam Orochimaru, no vlla. Orochimaru ore traumat e të merronte boti ore, ishte per, si villën ishte super i arritur. Shumë të mërësisht i arritur. Kur u bo femër atëre, është akoma gjallë. Si Friza, është bërë si Friza. Original, ai është original Friza. Është edhe baba më burr. Do të bëjmë të gjithë baba. Po do vite dita normale. Edhe pyesja veten time kur fillova seri të Brutës, po ky kush i kujt mund të jetë ky? Vetëm kur doli ai. Kujt është ky kopil i vogël? Nga doli ky kopil. Madara pasaj është another level. Ai si villains në anime The World, domethënë gjithë animet mbahet një nga më të lartë, domethënë. Përveç speecheve fantastike që ka, forcia që s'po e diskutojmë. Ajo paneli mangës si dalin që gjithë përbindsat ai vetëm apo. Pa, e ka qenë një kundra gjithë botës për tani u bë lufta tek pullai kundër gjithë botës. Që është pafund me meme, kupton që është Madara kundër gjithë ushtrisë, kupton dhe është ai tipi i parë, vëlla që shkon me aq eufori, me iron, kupton dhe është ai tipi. Shumë fort ka qenë ai tipi. Për zotin e shumë kurajo. Ai pa. Jeti konfidencën ai. Çfarë duroj na e pastaj shumë. Jeti konfidencë. Ja çat bë adrenalina koleg. Kupton ti? Edhe speechi i Garës ka qenë fenomenal. Që i jep aty ushtrisë zemër. Dhe luftosh Madarën, më o vlla, kupton, është ku ta diun, po ta bëj krahasimin te One Piece është si ti dalësh përpara Mjekërbardhit, si ai momenti. I boni mund gjithë kaget të burr. I dolën kaget gjithë kaget para të Sokolit, i boni mund. 7-1 tha ai, po tani 5-1 ai do bëhem një 5-1. Po bra, kur i thot, s'ka gjë thot ai dhe bën atë susanën e vet dhe thot, s'ka gjë, jeni kaq, po unë nxjerr nga një susan për gjithë, dhe thot shumë chill. Ja, po chill fare, thot eksaktësisht shuvlla, kupton, thot jeni 5-1, kupton? Okej, po ndryshojmë neve. Dhe bën 5 klone për secilin. Tani thot
doni që se cili nga këto 5 klonet përdori Susanon, apo doni të ti luftoni. Dhe kjo thot s'është asgjë për ju, se ju në funditës jeni peskagët. Ata të udrin total me nerën, lale, boti, barbarisht, me paramenim. Duhet të thu që kur është ringjall Madara, është ringjall me teknikë që ishte akoma dhe më i fortë. Ishte Infinite Chakra. Kështu që ka qenë. Po. Prandaj ishte dhe aq i fortë, ose ishte çakra pafundo për çfarë. Duhet të jemi pak realist. Pra, ka marr një plus shumë të madh nga ringjallja. Nga këto teknikat e ndaluara, se këto quhen teknika ndaluara, më ka pëlqyer ajo që bëri ai Hokage i tretë, që del ai si tip që të vret. I tretë. Hokage i tretë ai që nuk e suporton fare Naruton. Deli demoni, deli demoni për Orochimaru. Po. Ajo ishte super teknikë. Death Sealing, ti thua. Ajo super teknikë ndaluara. Super Death Sealing, më bro. Shumë pëlqen ajo. Ja, ajo është super teknikë. Nga që ishim nga episodet e para, kemi ngel kështu, çfarë është ajo. Kur ka qenë thjesht Naruto me 200 seri dhe pastaj Naruto Shippuden me 7 vjet që pati gjithë development me personazhet. Shippuden ka qenë shumë perl, edhe muzika dhe gjithë. Po Shippuden ja ka gjithë historinë. Shippuden i bëri gjithë historia. Domethënë nëse do i sugjerojmë dikujt që të fillojë të shohë Naruton, më mirë i themi fillojë direkt nga Shippudeni, sepse aty fillon e gjitha. Edhe fillon e kupton, normalisht nuk është se keni gjë që po sepse ai që gjithkohës bën backstory. Humbet pak atë sagën e Orochimarut, në thënë drejtë. Sasukes. Se këto luftrat e Joninëve janë shumë e bukur. Shiko, është e vetmja anime për mua që nuk duhet i bësh skip fillerave. Ti dhe në fillerat kap detaje pa fund. Ja me sakeca fillerat, domethënë gjë që urret Naruto janë fillerat. Fillerat e Narutos të bezdisin keq fare. Ato bezdisin ato fillera. O vlla, të tregojun ty fillerin e Mecha Narutos, dakor? Qa simbolike jo, simbolika, se shisa i zgjut është, domethënë autori dale. Ka fut për boostin industrial që ka marrë Japonia, aso kohë, pra ka qenë atë kohë, e ka fut me simbol të Mecha Narutos la. Ç'lidhje kishte Mecha Naruto? No, ka pas fillera kot poleta si po isin fillera që s'kan pas lidhje. I vetëm filler që ka qenë kot, por mu ka qenë ajo para provimit çunim të pylli vdekjes. I vetmi që dalin këto Konohamaru me këto dy tjerë. Ka pas shumë. Nuk kishte të lider, domethënë nëse Bleachi urret për këto. Jo, Bleachi ka më të mira. Bleachi ka më të mira se nuk di të them për Bleachin tani. Të them që nëse të gjithë thonë diçka të keqe për Naruto, është vetëm filler. Po. Ajo mbahet, domethënë mbahet, nëse urret Naruto nga fillerat janë. Po, ka sens, i ka fillerat me shumë vlla, nuk kanë lidhje me historinë. Ka lidhje. Atë mund një gjë që ka lidhje me historinë? Nga vjen fjala Shippuden. Po në çmenu tash se po bënë. Ti e bobi. Informatoria. Informatoria pra. Na ilumino sërish të deri. Na informo. Shippuden vjen nga fjala japoneze dhe ka kuptimin shippu, që do të thotë erë e fuqishme ose stuhi e shpejt, dhe den, që do të thotë kronik, përrall ose legjend. Kronik stuhish. Legjenda e stuhive. Mund të për nesër do të jetë. Mora vesh. Naruto në një histori kronike. Legjendat e Narutos së stuhishëm. Ketë edhe këtë kuptim. Hajde, lale, të formun fjalë shpejta. Kupton? Tu po miksime. Nëse kishte momente per në Naruto, ishte atëherë kur Naruto shkalloi që merrte fuqi nga Kurama. Atë prisnim gjithë. Atë prisnim gjithmonë. Ne kena arru. Te arku Painit që kaloi me bishta, un po të them adrenalin që t'jepta ajo pjesë. Ka arku me zabuzën. Sa do e thoja? Sa do e thoja? Ama nxjerra atë, Se sa do e thoja kena arru faktin pse ne jena bo fans Naruto. Vetëm nga Reiji që ndodhte me Kurama. Reiji ishte. Delta ajo çakra e kuqe, ajo melodia se sa vetë tash mirë. Ashtu fillon i pulson ajo kuqa. I kryeshin ato vizat, i bëheshin vizat më shumë. Edhe shtoi bishti një që pati më Orochimarun pasi u kthej në fillim të Naruto Shippuden. Jo, kaloi më shumë, 6. Dhe po mos ishte për ndërhyrjen e si kishte Yamatos, po mos ishte për ndërhyrjen e atij Naruto ishte i vetmi që mund kishte sillin e drurit. Që kishte Hashirama, po. Ishte nga qelizat e Hashiramës. Po, ishte i modifikuar. Një pyetje, ai Minato, ç'pati që ja dha Kuramën rob vet olla? Po ku te në atë moment se na ishin vetëm ata dy. Ishin vetëm ata dy dhe fëmia. Edhe ai gjysmën e mori për vete. Po. Ai filmi që tregon kjo e shkuara ishte tmerrës, ishte trisht. Ishte tmerrë trisht që vdiqen ata që i ngulën atë kthetrën ai, sa e trisht ka qenë ajo, apo s'bë dhe një fjalim ai, jo po të rritesh kështu.
Na theve shpirtin apo na lë real. Minato ka qenë super personazh. Po, i fortë, më vjen shumë, për atë më vjen shumë keq që nuk e kanë bërë një development duhej një background. Ai ka nevojë për një film, Po, ka një film. Nevojë të gjithë fansat, ka nevojë për film. Serial mirë fillta njëri alla, sa është Bob. Siç është Boruto The Next Generation, kemi nevojë për një Minato The Old Generation. Dy gjëra Të lutem. Kishim ose na dëgjon ti e di që na dëgjon. Çuna. Të çmenë, do të bëtasë të marr fjalën këtu me ju. Po. Gëzuar. E keni vënë re juve që Minato ka marrë mbi emrin e gruas tij? Të gruas. Po. Jo. Po kushina ishte Naruto ka marrë mbi emrin e mamas. Jo, se kushina ishte Uzumaki. E ka marrë Minato mbi emrin. Kushina ka qenë Uzumaki. Po. Po pra, po çeli dhe ka Namikaze. E ka marrë mbi emrin e saj. Kur janë martuar ka marrë mbi emrin e saj. Ore, di kjo se ka qenë aty te dasma po çdo. Nuk e di këtë detaj, di që është quajtur gjithmonë Minato Namikaze. Dhe kjo është nga një traditë vjetër japoneze që kur martohet një çift, nëse djali vjen nga një familje me background më të ulët, ose që nuk është aq e përshtatshme aq e madhe sa ajo e gruas. Merr mbi emrin e saj. O lale, po s'ka lidhje se tash janë dy fiset ndryshme, mos e ka trokuar. Jo, po kjo është traditë po thotë. Po pra, është traditë, edhe që është zbatohet, po, është traditë reale dhe zbatohet akoma edhe sot e kësaj ditën e japoni. Po pra, po jo të Naruto asë kohë. Me thënë drejtën, po zbatohet pra Minato mori me emrin e Po si e mori Minato Uzumaki ndërkohë që ka Minato Namikaze. Nuk ka pas faja, kupton se ato të kesh ato gruaje, do t'ja marrësh të vjetën sa Red Habanero. Ta bënte 18 vlla, i ngrihesin 9 bista. Çfarë the vlla? Lante enët ai ore. Ajo lante enët. Sa do zemër, ça do ta bëj unë, vetëm mos sa qetësoj. Se mos më dilni nga tema, e kishim lënë tema Dara. Po. Jemi te Minato. Mos më luni. Minato unë kam karakterin e preferuar mas atit Azumës gjithmonë. Dhe ky Bobi edhe në telefon, për shembull, kontaktin tim e ka me foton e Azumës. Super zotit. Edhe sot e kësaj dite ka 15 vjeta e foto ashtu. Dhe tjetra, mos ta harrojmë gjë. Madara ka qenë një ndër villësat më fantastike edhe për backstory-n që ka pas. Tashi në një misi aq perfekte. Okej, nuk ishte aq traumatike, po ka qenë. Jo, s'ka qenë traumatike fare, ka qenë periudhë lufte. Nuk ka qenë gjë po. Tashi bondi që ka pas Hashirama me Madara ka qenë super. Tip xhelozie ka qenë. Po mos edhe këta ka qenë shpirt, ka qenë realisht misi e parë. Ka qenë shpirtrat e mishëruar të indërës dashurës, patjetër. Janë patjetër. Pasardhësit e atyre. Siç është Naruto me Sasuke, kjo është e gjithë patjetër. Ideja. Madara mendoj që ka qenë një nga villains më të fortë që mund të jetë në çdo anime, mendoj unë. Shumë i bukur si personazh, shumë i fortë, shumë i mirë, shumë ideal, edhe kishte logjik shumë të fortë për çdo gjë. Edhe pamja, mënyra që i kanë dhënë forca, çdo gjë që kanë bërë është bërë për të dukur cool, është bërë për të Fun fact, ka qenë te ky klani këtyre si që ky klani Uchihave, që në qoftë se ti nuk humbet asnjëherë, vetëm ti kur humb, pret flokët. Pra ne Madara e ka pas flokët shumë gjatë, sepse s'ka humb asnjëherë. Ka humbur vetëm një herë atëherë. Jo, nuk e di atë. Jo, s'ka humbur vetëm një herë. Nuk ka, unë di që nuk ka humbur një herë. Ka humbur klanin e Uchihave. Ka humbur disa herë. Me Hashirama ka humbur disa, ka humbur 2 herë, 3 herë. Po sepse i vdesi Izuna i vllai, që pastaj merr Mangekyo Sharinganin, ai kupton? E njëjta gjë pastaj mbrapa dhe nuk ka qenë as si flok as si gjë. Erdhi si Bob me Mangekyo Sharingan, kupton dhe me perfeksion. Unë kam se 3 herë që ka luftuar me Hashirama ka humbur. Unë kam gjuhë që në këta klan kështu e kanë pas traditë. Nuk e di, nuk e di, nuk i prisni flokët. Një fun fact tjetër, a dini juve se çfarë përfaqësojnë personazhet e Akatsukit? Si çfarë përfaqëson? Se kuptoj. Referencë mbase. Secili prej tyre është krijuar në bazë të një arsye pse nisin luftrat. Aha, okay, po. Po, këtë e di. Jepi ti, shtjelloj ti. Se Deidara përfaqëson terrorizmin. Shkatrimi është arti i tij dhe për të përfaqëson lirinë. Sasori përfaqëson diktaturën, kontroll dhe manipulimi plot. Kakuzo. Se mos e ngatron emrin se të vret ky, Ta mor zemrën si Kaku. Lufton për para, luftë për të ardhurën. Pikërisht pra. Hidan mbështet besimin fetar në ekstrem. Ekstremist. Të bësh çdo gjë në emër të besimit. Kitsama ka neverin
Kisame, ç'është kjo Kicama. Do të kryqëzojmë fans ato njeri. Do të kryqëzojmë fans ato por do të kryqëzosh ti i pari, po çfarë do të thotë? Do t'ja bëj varrin lapidar 7-4. Pa merak se do na vite në veras. Ja, tregu. Hajde. Ka nevorin ndaj hipokrizisë së qeverisë dhe kërkon një çështje të fortë për të luftuar. Zetsu është fanatik i verbër dhe besnik vetëm ndaj dëshirës së drejtuesit të tij. Conan dhe Pain kërkojnë paqen, por nëpërmjet luftës. Ata besojnë se liria mund të justifikojë çfarëdo lloj sakrifica. Madara dhe Obito ndërrojnë një botë perfekte, por e ushtrojnë me forcë mbi të tjerët, njësoj si imperialistët. Ne kena arru për të folë për Infinite Tsukuyomin, njerëz të mirë. Pra domethënë, Madara ka qenë nga ato lloj villainsash që nuk donte thjesht shkatrim, ai donte paqe. Pra Naruto gjithashtu donin Matsadi. Domethënë çdo villain ka përveç njërit që urrej në shpirt, ke shumë të drejtë. Dakor? Gjithë kanë dashur, të gjithë kanë pas një arsye për mirë. Përveç Danzos. Vetëm Danzo ka qenë, domethënë edhe ai për mirë. Jo, kurse ai për mirë ka dashur mirë për klanin e vet ai, nuk i ka interesuar klanin e burr, ai ka dashur më të mirën për fshatin. Po jo, mos ai u bë egoist. Po u bë egoist, do të uçijat, po kaq. Po s'ka lidhje me uçijat, ma ai donte që domethënë ai u bë xhelos që momentin që Tobirama emëroi Hokage 3 mision atëre, kur ishte me Ginkaku dhe Kinkaku. Donte të ishte vet, po jo se donte lufta ai kot pa lidhje. Po ai më fal, pse shkoi pra ja mori syrin në Shisuit? Kur deshte të bëj më fort, pra që të bëj më fort. Pse? Kur Shisui që të arrinte qëllimet e veta. Jo, pra bravo, qëllim egoiste, sepse Shisui do shkonte të bënte Koto Amatsukamin. Ore, po ka pas donte ai zgjodhi rrugën e gabuar, pra bëri një rrugë shumë të gabuar, që të arritë qëllimin vet për të arritur paqen. Siç e zgjodhi dhe si bëri dhe Obito rrugën më të gabuar, siç e bën edhe shumë të tjerë. Nuk deshte paqe më burr. Vetëm Danzo nuk ka dashur paqe. Danzo donte ishte arsyeja pse vdiqën gjithë uçijat. Pikërisht pra. Po pra se donte pse? Sepse ishte Sarutobe që thoshte duhet gjejmë një mënyrë tjetër që të cilin paqen në qytet, që mos të filloj lufta mes uçijave dhe fshatit. Po. Danzo ishte ai që tha, nuk ka mënyrë tjetër vëlla, tha, duhet me vrap patjetër. Dhe shkoi nga mbrapa Sarutobit, nuk e bëri me urdhën e Sarutobit. Dha ky urdhër ke këta ambut që të vristin shkoi vet Danzo, po pra, që të vristin Shisuin, e mori vesh dhe Itachi dhe pastaj bën atë planifikimin që shkoi Itachi vrau këta. Pikërisht pra, ai ishte zgjedhja ekstreme që s'duhet. Pse? Për të mbrojtur fshatin, se dinte që do shkatroi fshatin nga uçijat. Kjo ishte në kokën e tij. Nuk ka qenë i keq, edhe ke filmi thonë që Danzo, pra këta elders, këta të vjetët e fshatit, thonë që ore Danzo nuk është i keq. Pra nuk është se ka qëllime të këqija për fshatin, thjesht mënyra se si ka vepruar është shumë e gabuar, kaq. Ka qenë shumë perla ajo momenti kur vin Sasuke për ta vrarë atë që del, është ai paneli që del në tavan, që shikon gjithë kështu me Sharingan. Ai të mbledhja e gjithë Hokageve ka qenë perl moment. I urreni uçiat ju, ja rregulloi ju. Ai dhe këtu tash i babuçi. Po që vllai i Hashiramës do i ketë dhënë shumë respekt atij. Kokra racistit për uçiat. Tobirama vlla vetëm urrëtie ka pas. Po e di pse ndodhi urrëtia? Tamam me Tobiramës, atë që nuk e bëni Hashirama sepse i vran vllain e vogël. Ma mena ti që ka pas gjysmë, që ka pas luftë si Nutella, gjysmë bar, gjysmë zez. Po kanë qenë gjithmonë në luftë centru me uçijat. Ai është rrit, domethënë vllai i Tobiramës, vllai i Hashiramës, pra Tobirama është rritur domethënë në luftë me uçijat, kështu që është pak e vështirë për njerëzit ti pranojnë tani dhe ti kenë shokë. Edhe uçijat kishin pak urrëtie për ta, nuk është se ishin, nuk është se shkonin në vaj që të gjithë dhe ishte problemi Tobirama. Pra ka qenë gjithmonë konflikt se kanë pas shumë më parë. Ishte po pra, ishte i Zanafilla. Tani domethënë që Zanafillën ta kesh ti të rritesh, domethënë të lindesh dhe të rritesh me luftë me ata, dhe tani ti pranosh si shok. Këtë gjë e kishte vetëm Hashirama. Kam një pyetje. A mendon se ishte Tobirama një racist apo ishte paranojak apo ishte thjesht një person që e kuptoi realisht rrezikun që kishin uçija dhe për këtë arsye e bëri? Po, këtë vëdoj. Këtë dytën që thjesht kishte shumë frikë sepse ka pas qëllimi për të mirën e fshatit. Që ka qenë racist ka qenë ai. Ka qenë. Po do dalësh patjetër, do dalësh te kjo le të themi racist. Do thonë sepse ta thash ka pas gjithë jetë luftë me uçijat, e dinte llojin e uçijave, e dinte tipin e tyre, e dinte që uçijat kanë qenë persona që agravoheshin shumë shpejt. Zemëroheshin shumë shpejt. Dhe po të zemëroheshin ishin të papërmbajtshëm. Kjo është karakteri i uçijave.
Kështu që Po. duhej ta mendonte patjetër. Kurse Ashirama s'ka qenë i tillë, që Ashirama ka qenë më i qetë politikisht. Prandaj Ashirama ka qenë mishërimi. Pikërisht pra, Prandaj duhet lidera si Ashirama. Që nëpërmjet Prandaj na duhet lidera si Ashirama. Po mirë m'fal, harroni momentin ju kur i bë presion Ashirama Tobi Ramës. Po pra që thjesht ai ngre gishtin, kupton? Kaq. Dhe ky thot Tobi Rama, ta ke shef shumë ansore. Ulet. Ai me ujë që ai që lëngëzohet i shkreti. Ose kishin parë në ato aspekt çakrën që çashi vërtet është. Aura pra. Aura se kishin pasur ato niveli çakrë. Ajo është tip Dragon Ball i Tip Dragon Ball, sigurisht po Super Saiyan. Çuna direkte. Si One Piece që ke atë çfarë? Zemrën si a di më çfarë fancy jema. The Conqueror's Hake. Bravo. The Ruler's Hake. Ikare. Kolegi dashtun. Po kolegi. Kush është karakteri që urren më shumë në Naruto? Zetsu do thoja. Po pse? Sepse ishte i vetmi karakter që ka bërë, domethënë, të gjithë luftën vetëm me qëllimin që të ringjallte Kaguya që të arrite, domethënë, që ai ishte qëllimi, ai pranoi kriju, e thamë që në fillim, kështu që do thoja atë edhe këtë tjetrin Hidan, domethënë që ishte kot, thjesht donte me vrah. Patjetër. Kot. Pa asnjë lloj qëllimi, fuqi të bukur kishte, po që arsye se do i tjetër edhe mund ta justifikosh, pra. E justifikon Tobit pse e bërë atë, Obitës pse e bërja, justifikon do thonë se justifikon të gjithë tjerëve, vetëm atyre se justifikon dot. Okej. Kemi një 2 lojë në neve. Do ta bësh ti kolegi dashur Lake lojën e parë, do të kaloj unë pastaj ajo e bukur e personazheve apo Okej, ashtu do ta bëjmë. Se ti si njeh mirë Naruto, pra për gjë. Po sigurisht. Atëherë vlla, do të bëj lojën Kiss, Marry dhe Kill. Domethënë zgjidh një personazh ta puthësh, një personazh që të martohesh dhe një personazh që ta vrasësh. Po vetëm nga aspekti i femrave që se për të vrarë. Ke femrat do. Jo, ti bësh çfarë duash. Jo, faleminderit. Gjikojmë na. Rob, faleminderit. Te Kiss do thoja Mitsukagen Mei. Okej. Bra, e kishim marrë fare. Respekt. Jepi. Jeni të mirë pritur, nuk ka problem, s'ka problem që jo kujtova. Mary do thoja Hinatën, mendoj. Respekt. Hinata është gruaja më perfekte. Unë mendoj që është tamam wife material. Është wife material. Nuk mund ta fakte. Heqim, është e fortë po, e bukur po. Do e bukur. S'ka nevojë. E urtë, gjithë tjerat. Ka ca gjëra të tjera. Ka edhe ca gjëra. Unë mendoj që është wife material. Bravo. Po punë të shtëpisë aty, ikë la. Nuk të kundërshton. Okej. Vjen mbi Akugani pastaj të paralizon. Kill djema mos. Ne pra duhet ja kesh pak frikën, kështu që ajo është këto vrisje vlla. Për të vrasë di Sakura. Ja, duhet Sakura se të shëron. Po ti na thua neve mos. Nëse do flisnim për personazhet e mira pra nga femrat, mendoj që do vrisja atë Tentenin. Po. Se ka qenë thjesht inekzistente, se kuptoj. Kishte një rrotull aty. Po, edhe asnjë gjë nuk bote. Po, ishte. Asnjë gjë nuk bote me atë. Vjen si keq, po. Asnjë gjë. I gjithmonë i dinin huq ato. Tani ka radhën El Kolegos. El Kolegos. Atëherë. Do shohim kë ke personazhin sipas teje është më i miri, më i fortë, më i bukur çat dush ti na s'ka rëndsi. Dakor? E nisim botçëm. Kjo fjalia. Kakashi apo Gai? Shumë bucëm e nisa. Sa bucëm e ke nis. Super respekt për Gain, por Kakashi. Okay. I love all of this për njerëzit inteligjent. Okay. Unë vendos inteligjencën para gjithçka, para forcës. Okay. Kakashi apo Zabuza? Kakashi. Kakashi apo Haku? Kakashi. Okay. Kakashi apo Yamato? Kakashi plago. Kakashi apo Obito? Më pëlqen shumë karakteri djaloshar i Obitos. Shumë i dashur, ndërsa Kakashi djaloshar nuk ka qenë i dashur, për shkak të background që ka pasur. Po, qose nuk e di, po zgjedh Kakashin, pra. Okej. Qëndroj ke Kakashi. Kakashi apo Sasuke?
Kakashi plako. Kakashi. Sasuke për mua është thjesht idiot. Okej. Sinqerisht, domethënë me atë lloj force, me atë lloj talenti, me ato njerëz që ka pasur për t'i mbështetur, që e kanë mbështetur, realisht e kanë mbështetur dhe e kanë dash. Naruto i parë. Okej. Kakashi apo Naruto? Bën gjujtë po shbrezik. Po pra, pse? Hajde. Naruto. Okej. Naruto se e relate, relate shumë. Dhe dy kom. Naruto apo Minato? Jo, Naruto. Pa atë të fundit mos e bëj pyetje. Bëje. Naruto apo Azuma? Po çfarë Azuma? Po Naruto, unë tash do të thosh Itachi. Po më priti se kam marru. Naruto apo Naruto apo Itachi? Dhe fundi me këtë e mbyllim. Tu po sigur po e mendon. Shiko, si personazh ideal për ta që e dashuroj shumë Itachi, por siç e thash dhe në fillim është shumë i paprekshëm dhe i pamundur si personazh. Nuk mendoj që mund të ketë një njerëz që të bëjë ato lloj sakrificesh. Patjetër. Kështu që do qëndroj ke Naruto për vetëm fakt që jam shumë relate me Naruto. Ekstrem relate. Respekte. Dhe me Naruto ne kena arrit në fund të këtij episodi. Ka ardhur momenti i sponsorit ton dashton Pogut. POK. Atere grupi siç edhe ninjat e kanë ka armë aty në xhep, siç e kishte kolegu joni dashton aty shpatën. Shive shpatën. Bravo, ashtu bobe. Kena në Pogun ke celulari. Është i farar me fshe. Që ta dish ti zotëri dashur kanë nxjerr Naruto lojë të re. Do ta blesh ti. Po është vap tash. Është shumë vap. Spritet të rradhë. Jo, po të vjen njëri të bezdis aty afër, jo po marroj stoku. Apo ram e ble online. Po për deka dali shpatë bukur aty në ofertë. Do ta blesh. Nuk ke prapë se shko tash se ka trafik. Ora 4 është me trafik? Ja, s'ka. Rame ble këtu direkte. Porosi dhe episodet e Borutës po deshe. Dakor? Po për seriozisht do harxhosh I dashur koleg i dashtun, dakor? Ta sugjeroj shumë, ka kartat Infinite Classic dhe Rewards, zgjedh çfarë të do i shefi. Po spata lekun, mi dërgon do ti kështu. Patjetër më daj. Direkte prej kontaktit, direkte apo s'kam ne këtu në telefon mik ngushtë. Kuptoj. Që baba, e në pa komision. Ashtu, mrena në jashtë venit. Kështu që, faleminderit shumë Pog, se na ke bërë jetën shumë më thjeshtë daj. Okej. Do ta mbyllim tash. Ne tani arritëm në fund fare. Stin, shumë të faleminderit vllajë na erdhe. Na ke kënaqur. U kënaqa shumë. Faleminderit juve. Unë nuk kam më asnjë lloj gjoje, domethënë se çfarë them tjetër, por vetë se kemi një super moment. Ta mbyllim gati grupi. Ta mbyllim bukur. 3 2 gati 2 1 Mangekyo Sharingan. Miru pafshim që gjithë, shifemi episodin tjetër. Kalosi ëmbël. Shadow Clone.